Kapiteni i trajner Arshid Kafili urime për të fitore dramatike, i njëjti rezultat si në Vlorë edhe në Shkodër 5-4. Normalisht ishte ndeshje vështirë, e dim tashme se Flamurtari dhe Tirana, siç kemi folur edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesorë. Flamurtari ka vite në këtë sport si po dominon, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak Terezin këta 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performancë të mirë, po arrin edhe objektivat si çdo vit titulli kampion, ashtu siç është edhe këtë vit. Kafili shpërdoruat shumë raste, ndesha edhe mund mbylli barazin. Është një nga defektet që kemi pasur gjatë këtij kampionati, rastet shumë të rëndësishme edhe në momente delikate si ne mund ta çojmë më përsi skuadrën edhe ndeshjen. Nuk po shënojmë atëherë edhe në një moment tonin të mirë po psojmë edhe po e vëmë lojën ndoshta në një rezultat ndoshta jo të mirë. Objektivin Final Four? Po patjetër, përveç Final Four ne kemi pasur objektiv se fazën e parë, fazën e dytë ta mbyllim vetëm me rezultate pozitive, ajo ndodhi. Kemi pasur vetëm fitore, vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shkuar ndeshje të mira, ashtu siç kanë shkuar deri tani, besoj do bëjmë i performancë të mira në gjysmëfinale e finale. Patjetër për titull kampion. Vazhdimisht keni qenë në lojë si kapiteni i skuadrës edhe kapiteni dhe trajner sot asnjë minutë në fushë. Si ishte drejtimi? Patët emocionin nga pankina? Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jam brenda në lojë, emocionet gjatë lojës se ndryshojnë. Por kisha besim të drejtën të skuadra, se gjatë javës kam punuar mirë, kena përgatitur lojën mjaft mirë. I dim edhe kundërshtarin se si do luajë dhe kishim marrë masa deri në detaje të drejtën. Ishte një neglizhencë disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty ishte ndoshta edhe gabimi jonë më i madh. Po s'ka ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë? Krahas anës psikologjike apo atij lëshimit të lojës? Ndodhin ngacë në futboll, sepse kundërshtari nuk ka çat hupi edhe kalon në aventurë. Ajo aventura ndoshta i shërbeu për mirë, po në fund ne arritëm të rezultati që dëshëm. Do ishi gatshëm Final Four për lojën? Po patjetër mas një shqetësimi si kisha këtë javë stërvitje, nuk doja të rrezikoja për më shumë dhe shpresoj se do jem edhe do ndihmoj skuadrën. Tifozët ishin të shumë sot, më shumë të herë të tjera. Keni ndonjë mesazh për to? Ajo është edhe kënaqësia jonë të drejtën kur shikojmë tifoza, sepse prandaj luhet edhe futbolli, por këto shikues që vinë na ndjekin është një nxitje më e madhe për lojtarët, një adrenalin ku na shikojnë ne motivohemi më shumë. Lojtarët e ri po bindin, po i jepni besim, i kënaqur për to? I kënaqur mund të bëjnë edhe më mirë, sepse shancat stërvitore i shfaqin më mirë, por dojnë përshtatjen e tyre, kohën e tyre.